politikanët tanë bëjnë shumë takime, sidomos tani që është periudhë. Fushata? Namin, kanë shkuar në përqytete, por mbi të gjitha, njëri i cili po përpiqet shumë është kryetari i opozitës. Edi Rama? Po, Edi Rama, dhe ka hartuar disa konkluzione, dhe këto konkluzione do t'i paraqesi përballë gazetarëve tanë. Ftojmë në skenë Edi Rama! Nderuar qytetar, motra dhe vëllezër të Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Malizzi dhe gjithë diasporës, nderuar publik, nderuar gazetar dhe opinionist, jam shumë i lumtur që të tregoj sot para jush programin ton për herë të 234. Ky program i cili ka në bazën e tij një punë shumë të madhe, për një rilindje, për një ringjallje, për një rirritje, për një qerasje. Për që ke shkujtum? Riqasje. Zje do të në fjalë më të vështire? Sepse një nga pikat më të forta, programit ton është rritja ekonomike. Faleminderit. Sepse ne mendojmë që rritja ekonomike e çdo shqiptari nuk duket ke fjalët që thot kryeministri ndarke, por tek xhepat e tyre ku edhe mola me zi e shtyn muajin. Prandaj ne kemi një program për ringjalljen ekonomike dhe ky është programi jon. Pra, si që mund të ashtë... O Erion, ka zënë virus? Ju kërkojmë ndjes se doktori, emrin ka doktor se për që është virus. Ne ka prish dhe laptopin. Pra, programi ynë për një rilindje kombëtare ka të bëj edhe me punësimin. Faleminderit. Po ta shohim këtu mbrapa, tregojnë se sa është rritur papunësia për shqiptarët. O Erion! Kërkojnë ndjes. Se sa është rritur papunësia e tregon ky grafik që do shihni tani këtu. Ky është grafiku se si është rritur papunësia në këto vite, ku me plot gojë mund t'ja themi se ja ka kaluar edhe Viagrës për rritje. Faleminderit. Tani keni ndonjë pyetje? Zoti Rama. Jo. Zoti kryeministër i ardhshëm. Po, Zoti Rama... Zoti kryeministri i ardhshëm. Kam një pyetje. Po. Ju po flisni për rilindjen, por nëse humni zgjedhjet, a do të zhdukeni nga Partia Socialiste? Falesandrit. Tjetri? Zoti Rama. Jo Zoti Rama, Zoti kryeministër i ardhshëm. Zoti Rama, Zoti kryeministër i ardhshëm. Keni menduar ndonjëherë nëse vini në pushtetë dhe i gjeni të gjitha zyrtarët e qeverisë së Boshë, çfarë do bëni bre? Nuk është se nuk do vim pushtet dhe nuk është se nuk do i gjejmë bosh. Ato që tani janë bosh. Po kjo qeveri, në ditët e saj të fundit, në vend që të korrigjoj gabimet që ka bërë, po përpiqet t'i rrjepi qytetarët xhep në xhep
cep në cep. Tjetri, Zoti Rama, falë Sandriti. Zoti Rama. Po, Zoti kryeministër Më jashtë. falni, zoti kryeministër jashtëm, zoti Rama. Tani, nëse juve vini në pushtetë, do t'i lyeni tërë pallatet siç keni thënë në ngjyrë Leila, ose siç ka thënë vetë zoti kryeministër aktuale, profesor doktor Roftës Ali Berisha, në ngjyrë Mavi. Ky nuk pëlqen ajo ngjyra. Jo, as pak, zoti Rama, shumë Mavi. Një ule dhe i çik fustani se duken tangat Leila me qira llafi. Tjetër, Zoti kryeministër. faleminderit. Faleminderit. Zoti kryeministër, vi nga një televizion i pavarur, televizioni TVNV. Quhem Nevila Horri, thom Aspiro Mahmutaj. Ma shpjeguj çik të tash? Nevila Horri, do më thënë, Horri është mbiemri vajzëris. Thom Aspiro Mahmutaj është mbiemri burrit që kam vënim. I burrit. Po e burrit. Kam një pyetje shumë e rëndësishme. Edhe për auditorin, e për audiencën dhe për të gjithë qytetarët. Një pyetje që vërtet e kam pasur në mendje gjithë këto ditë. Pse? Kot për pordh. Zoti Rama, Zoti kryeministër Jatshëm. a do ta vini ndonjëherë në Kosovë se nuk ju duan fare? Se nuk jemi në Kosovë këtu. Po, jemi në Kosovë të Fierit, zoti Rama. O Erion! Zoti Rama, ka ndonjë pyetje tjetër? Zoti kryeministër Jatshëm, po them. Nëse nuk i fitoni zgjedhjet, a do të largoheni nga politika? Ne do t'i fitojmë zgjedhjet. Po nëse nuk i fitoni? Ne do t'i fitojmë. Po nëse nuk i fitoni? Ne do t'i fitojmë. Po nëse nuk i fitoni? Ne do t'i fitojmë. Po nëse nuk i fitoni? Ne do t'i fitojmë. Po nëse nuk i fitoni? Ne do t'i fitojmë. Po nëse nuk e fitoni? Po nëse nuk e fitoni? Po nëse nuk e fitoni? Po do e fitojmë. Zoti Rama, qetësoni, ju lutem. Ju lutem. Merë fjet kapa ty vanas! Ma qëtësonë. Qëtësonë. Lutem ju. Jebini dorë. Jam i qetë. Jebini dorë. Me qënë se u qetësuat, ju bë një pyetje tjetër? Jepi. Është shumë e çuditshme, si ka mundësi që ju piktorët të gjithë i keni marrëdhënie të veçanta me veshin? Me veshin e kanë piktorët e mdhej. Kurse këta piktorët tu që duan të bëjnë kryeministër, Po? se kanë me veshin e tyre. Po me ka? E kanë me veshin e tjetrit. Zoti Rama, ju lutem. Zoti Rama, ju lutem.